në podium kryetarin, liderin e opozitës, zotin Sali Berisha. Rabaik! Jepi! Rabaik! Të gjithë bashkë! Rabaik! Jepi, Rabaik! Dashur qytetarë dhe qytetarë të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë, demokratë e demokratë, opozitarë dhe opozitare, shqiptarë dhe shqiptare, kudo që ndodhin sonte, përshëndetjet më të përzemërta. Për ju, misionare dhe misionar të pamposhtur të Shqipërisë, Shqipërisë së shpresës, Shqipërisë së fitores. Të dashur miq, zhvillimet e ditëve të fundit bëjnë që ne të mblidhemi sot në të shesh në këtë bulevard në kushte ndërma alarmantet. Ndoshta jemi mbledhur në kryengritjen tonë paqësore në momentin më kritik të Shqipërisë në 35 vitet e fundit. Ndaj dhe më duhet të nis këtë fjalë me një shprehje që sot tingëllon më aktuale, më rëndësishme se kur. Ata që harrojnë të shkuarën janë të dënuar ta përsërisin atë. Miqtë e mi, Shqipëria është një vend i bekur. Ne jemi të bekur më së pari sepse kemi njëri tjetrin. Ja ku jemi këtu, një det i madh, luftëtarësh, guximtarësh, njerëz të vendosur t'i dalim zot Shqipërisë. Shqipëria është një vend i bekur prej pasurive prallore që Zoti ka dhuruar asaj. Por ne jemi një vend i bekur gjithashtu për traditat tona të mrekullueshme, të mbartura gjenerat pas gjenerate, brez pas brezi, shekull mbas shekulli. Mirë po, nëse Shqipëria është e bekur me popullin e saj, me pasuritë e saj, me traditat e saj, nuk mund të mohohet se ne kemi qenë apo kemi përjetuar shekull pas shekull mallkime. Në një farë mënyre ne kemi përjetuar dhe provuar armiq të egër, të pamëshirë ndaj nesh, armiq që pa dyshim i kanë sjell dëme më serioze kombit tonë. Kur ne nuk duhet harrojmë shekullin që lan pas, diktaturën hoxhiste të Enver Hoxhës, krimet shtazore që ajo kreu ndaj shqiptarëve, vrasjet, persekutimet, pushkatimet, kampet e përqendrimit, policinë sekrete fankeqe. S'duhet harrojmë kur izolimin më të thellë që përjetuam, shkputjen e plot në Shqipërisë nga trungu i familjes së vendeve të qytetruara që i përkishte izolimin e saj nga Europa dhe bota demokratike. Të gjitha këto i vodhën Shqipërisë, ju vodhën shqiptarëve 45 vite jetë, gati gjysmën e shekullit të kaluar,
Asnjë nuk ka dyshime, ndonse sot ka përpjekje për riabilitimin e atij regjimi nga bijt bastard të saj, se Enver Hoxha ka qenë një armik i egër, ashtu siç e quajti Europa, ishte Hitleri shqiptar i pas luftës së dytë botërore. Të dashur miq, ne nuk duhet harrojmë se Partia e Punës dhe Enver Hoxha, ky armik i egër, na qeverisi për 45 vite, pavarësisht krimeve ti monstruoze të panumërta ndaj shqiptarëve. Por sot, çfarë po ndodh me Shqipërinë? Nëse shekullin e kaluar Shqipëria u majt peng 45 vite, këtë shekull, në një kohë me shpejtësi krejt tjetër, Shqipëria po përballet me pasoja akoma më katastrofike. Prej 13 viteve të fundit, pasoja që gryjnë, rënojnë çdo ditë vetë ekzistencën e shqiptarëve si banor të saj, me pasoja që ditën e sotme nga Brukseli, Bashkimi Evropian, për shkak të vjedhjes së papërmbajtur të shqiptarëve nga Ramaduro, dërgon paralajmërimin me ogurzi për Shqipërinë, sikur më parë në një vend tjetër, paralajmërimin për zhbërjen nga e para të udhëtimit ton 32 vjeçar, plot sakrifica, shpresa, ëndra drejt Bashkimit Evropian. Miq, e kemi quajtur rilindjen qeverit paligjshme. Sepse e tillë është, kemi çdo dokument që fakton farsën zgjedhore të 11 majit. Kemi quajtur narkoshtet sepse i tillë është. Kemi 7 rezoluta ku partitë kryesore që drejtojnë sot në Europë dhe në botë pajtohen me këtë fakt. Por jemi treguar të butë, jemi treguar të kursyer në emërtimet tona, sepse po të marrësh vetëm ngjarjet e ditëve të fundit, absolutisht Edi Rama është në fakt armiku më i pamëshirë i të sotmes dhe të ardhmes së shqiptarëve në Shqipëri. Edi Rama është kërcënimi më i rrezikshëm që të i kalon edhe ato kërcënimet e regjimit stalinist të Enver Hoxhës, po t'ju referohemi shifrave, fakteve, ngjarjeve. Marrim